Qyteti i Gurë u shpall kampion kombëtar për aktivitetet dhe festat lokale në eventin prestigjos Tea Awards 2026 zhvilluar në një mbrëmje gala në Pallatin e Brigadave në Tiranë. Ceremonia e ndërtuar mbi ndërthurjen e muzikës, artit dhe turizmit solli në qendër të vëmendjes, promovimin e destinacioneve shqiptare dhe figurave që kontribuojnë çdo ditë në imazhin bashkëkohor të vendit. Kryetari i Bashkisë Gjirokastër Flamur Golemi në fjalën e tij u shpreh se ky çmim i takon çdo qytetari, sipërmarrësi dhe profesionisti që punon për turizmin dhe trashëgiminë kulturore të Gjirokastrës. Faleminderit të gjithëve që me punën dhe pasionin tuaj e bëni Gjirokastrën gjithnjë më të veçantë, duke cilësuar vlerësimin si një sukses të përbashkët të komunitetit gjirokastrit. Po dhe Gjirokastra i ke thënë të tëra, shumë faleminderit Zana. Gjirokastra është me fat në fakt, e ka rastisur që Ministria e Turizmit dhe Kulturës Ish Ministria Mirela Kumbaro, po tani edhe dhëndri Gjirokastrit, edhe Blendi është dhëndër Gjirokastrit, kështu që jemi detyruar në fakt të bëjmë aktivitete, edhe ministër nuk kam mirë se Gjirokastra besoj që kultura dhe turizmi shkojnë bashkë dhe dyja këto bashkë krijojnë ekonomi. Krijojnë ekonomi për Gjirokastrën, për rajonin, sepse ne jemi një rajon gjithë bashkë të 7 bashkit, edhe përfitoj nga rasti të falenderoj gjithë ambasadorët që janë këtu mes nesh, se shumë prej tyre janë dhe ambasadorë Gjirokastrës. Edhe pa ta ne nuk do të kishim mundësi të bënim kaq shumë aktivitete. Përveç Gjirokastrës, me çmime të rëndësishme u nderuan edhe Bashkitë Përmet dhe Sarand për kontributin e tyre në zhvillimin e promovimit dhe turizmit në nivel kombëtar. Tea Awards 2026 u shndrua në një platformë të fuqishme rrjetëzimi ku theksua roli i inovacionit të digital në transformimin e sektorit turistik. Në qendër të vëmendjes qëndroi platforma kombëtare e turizmit Tea, një iniciativë që bashkon teknologjinë, kulturën dhe përvojën turistike për të prezantuar Shqipërinë moderne dhe autentike në tregjet ndërkombëtare.